Të gjitha institucionet edhe asnjë lëvizje akoma nuk kanë xhiru lek. Kështu që jemi mbledh këtu dhe do mbledhemi javë për javë derisa këta lëvizin. 7 muaj pa paga, si ja keni bërë? Po çfarë bëjmë me borxhe, kemi kalamajt shkollë, jemi tërë të kreditur për banka. Me kredi jemi të gjithë, si të gjithë shqiptarët. Presim që të ketë një ndryshim. Duan lek për shkollë kalamajt. Keni ndonjë shpresë në një kohë që kompania Po çfarë shpresë derisa kemi ardhur këtu, derisa kemi ardhur këtu, ku shpresa? Nuk e di tash media. Shpresat deri më sot. Erdhëm, domethënë sot që u paraqitëm këtu, kemi humbur shpresën. Po do t'i përdorim në momentin, domethënë pas këtyre do vazhdojmë edhe proceset ligjore të gjitha. Një apel që keni për punonjësit e bankës? Për punonjësit, për kompaninë bankës, neve apeli që kemi, duam lekët, duam pagat. Jemi 7 muaj, s'kemi më tani, domethënë edhe familjarët edhe të tjerë që na kanë huazuar paga, na kanë huazuar lek, s'kan mundësi dhe ata të na mbajnë më me borxhe. Se s'kemi 7 muaj. Po. Po sepse kemi ecur me shpresë, kemi mashtrime, domethënë vetëm mashtrime që ata na japin vetëm mashtrime, do t'u japin për 20 ditë, do t'u japin për 10 ditë, për 15 ditë, filan datë do t'u japim. Kemi ecur me shpresën se do marrim diçka. Tani ata i kanë marrë lekët e tyre, punonjësit e bankës i kanë marrë lekët e tyre, neve nuk na kanë dhënë. Neve ndihemi të diskriminuar tani. Sepse një pjesë të marri dhe një pjesë mos të marri, neve jemi siguria e tyre dhe prapë s'kemi marrë lek. Ndërkohë jeni të vendosur të vazhdoni dhe protestat dhe punën paralelisht. Po, normale, sepse domethënë jemi njerëz dhe nuk mund ta lëmë punën përgjysmë. Sepse do marrim diçka. Na kërcënojnë me, domethënë duke na shkurtuar vendet e punës nëse ne kërkojmë lekët, na thonë që të heqim dorë nga pjesa e mbetur e pagesave, edhe të vazhdojmë punën. Por ky është kërcënim, tani neve borxhet që kemi marrë me çfarë do t'i lajmë. Kemi kompani e sigurisë bankersit. Ruajmë pronat e bankersit. Kemi 7 muaj pa na xhiruar lekët e pagave kompania bankers. Për të tjerët, për punonjësit e tjerë, për operator, për mekanik, për të gjithë ka lek, për neve s'ka. Njëkohësisht jemi vënë ndjeni edhe nga rrjetet sociale që këta kanë hapur llogaritë të dyshimta jashtë shtetit, me ato para i marrin për vete, nuk e di se çfarë bëjnë, çfarë shlyen i çojnë kin, neve pa rroga. Ka kuptim këtu? Sa punonjës jeni? Ne sot aktualisht jemi 120 punonjës, kemi qenë 380 punonjës, në janar u bën shkurtimet, kemi ngelur kaq sa thash. Çfarë ka ndodhur me punonjësit që janë shkurtuar? U është thënë që për efekt u shkurtuan ajo, po, ata që ashtu janë larguar, përfitojnë asistencën sepse u shkurtua vendi punës. Ne që jemi në punë tani duam pagat. Gjatë këtyre muajve keni marrë kontakte me kompaninë, çfarë ju kanë thënë? S'kemi lek. Do t'u japim, na gënjejnë, na mashtrojnë, do t'i xhirojmë muajin tjetër, do t'i xhirojmë për 20 ditë. Aktualisht kemi ardhur deri sot sepse na kanë premtuar që deri datën 10 do xhirojmë lekët. S'kan xhiruar lekët, erdhëm këtu në protestë. Çfarë do të bëni pas kësaj? Ne do vazhdojmë protestën ditë për ditë derisa ata na xhirojnë lekët. Një turn atje punën do ta vazhdojmë, njëri turn do rim punë, turnet e tjera që dalin pushim do vinë të bëjmë protestën këtu. Kërkojmë ndihmë nga shteti, po dhe shteti më duket mua sikur është i pafuqishëm se shteti ka borxhe vetë këta. Këta i kanë borxh shtetit, kur i thonë. Është lemru dhe zyra. Sa vite keni që punoni këtu si punonjës sigurie? U kam 10 vite që punoj te kjo firmë. Është hera e parë që na ndodh ky problem dhe jam dhe banori i kësaj zone që ne kemi dhe gazin atje që është herë keqe shumë, nuk e durojmë dot. Prandaj edhe ju si gazetare, u jemi drejtuar dikur që keni ardhur dhe keni parë gjendjen, por sot është akoma më vështirë gjendja, se fëmijët unë i kam në shkollë. Jam vetë që punoj vetë forcë punëtore dhe jam kredo dhe në borxhe. Kemi 7 muaj pa marrë lekët. Çfarë mund të themi më? Një familjar 7 muaj pa marrë rrogën, fëmijët në shkollë, vetë me tension dhe me zemër. Si do të gjejmë do ilaçe? Kush më jep? Kush më ndihmon? Shteti s'u merr masa. Asistencat ande nuk na japin për çdo gjë. Çfarë do themi ne më? Rrugë cop. Kompania bankers është në problematikat e veta. Nëse do të shkojë drejt falimentimit dhe kërkohet shkurtimi i punës, do të pranoni të asistencën? Po si mund të rrojmë me një asistencë? Kur këta të bankesit e kanë bërë detyrë të na japin atje herën e gazit, kemi bërë edhe protesta më përpara. S'na kanë bërë, asnjë s'na kanë dhënë. Veç se na kanë ngelur në kavajt të thika këtu në Kurmaz me motra. Të diskriminuar? Shumë fare jemi. Dakor. Gruan e kam sëmur. Vetë sëmur me tensione me zemër.
Ku do t'i gjej unë 20.000 lekë ilaç e muj për muj? Për vete vlas. Po për fëmijët që i kam shkollë. Qa du themi, shteti s'na ndihmon, s'merë masa. Do me thënë nuk ka shtet për mua du. Jemi të dirot tikim. Hadi tha e di Rama nga Greqia këtu. Erdha unë, qa fitova? Të huni që kam 7 muj pa më lekët. Qa du themi tani? Jemi pa paga 7 muaj, punën po e bëjmë ashtu si na kërkon rregulloria dhe nuk do ta braktisim. Po edhe ne duam lekët tona. Ne nuk po përballemi dot. Jemi të gjithë me kredi, me fëmijë, me borxhe. Marrim njëri tjetrit, po derisa do arrim kështu ne. Do na ndihmoj kush pastaj. Pra tentativat i keni bërë vazhdimisht gjatë këtyre 7 muajve për tu 7 muaj kërkojmë ne, po kush na jep lek, asnjë s'na japin para. Ne diesën tonë kërkojmë. Pagën që kemi rënë dakord. Kanë mashtruar, na kanë mbajtur me shpesa, jo do t'i japim për 20 ditë për Data 10. Në çdo muaj në datën 10 presim ne për s'ka lek. Po bën 7 muaj ne jemi pa para. Edhe s'kemi ku të përballim. Apeli juaj? Apeli jo ne pagën tonë kërkojmë. Ashtu si bëjmë punën, duam dhe parat tona. Asgjë më tepër. Po ne ku të mbytemi? Si thoni ta praktikojmë? Pra sot është data 10 dhe ishte paralajmëruar që do të paguheshin. Po, ja sot s'kemi. Nëse nuk do të paguani as sot,